Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Shqipërinë për vitin 2025 me shumicë votash, duke evidentuar progresin e Shqipërisë për integrimin drejt Bashkimit Evropian, por edhe problemet serioze që mbeten. Në raport theksohet se korrupsioni vijon të jetë një nga shqetësimet kryesore, ndërsa kërkohet forcimi i hetimeve dhe dënimeve, veçanërisht në nivele të larta. Dokumenti nënvizon se besueshmëria e procesit të integrimit lidhet drejt për drejt me rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe medias, ku kërkohet mbrojtje më e fortë e lirisë së shprehjes dhe garantimi i pluralizmit mediatik si elemente kyçe të një demokracie funksionale. Po ashtu, raporti shpreh shqetësim për polarizimin politik dhe përdorimin e burimeve shtetërore, duke theksuar se këto fenomene dëmtojnë funksionimin e institucioneve demokratike dhe besimin e qytetarëve. Sa i përket zgjedhjeve, Parlamenti Evropian vlerëson se kuadri ligjor është përgjithsisht i përshtatshëm, por evidenton probleme serioze si barazia e kushteve, akuzat për blerje votash dhe presionin ndaj votuesve. Për këtë arsye, kërkohet një reformë gjithëpërfshirëse në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIHR dhe Komisioni i Venecias. Raporti vlerëson gjithashtu progresin në reformën në drejtësi, por thekson se nevojiten hapa të mëtejshëm për forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe rritjen e efikasitetit të institucioneve. Në planin ekonomik dhe social, evidentohen sfida si informaliteti dhe produktiviteti i ulët, ndërsa kërkohen më shumë investime në arsim, inovacion dhe politika sociale.